Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se vini në emisionin ton Ramazani në Trojët Shqiptare, me motën së bashku drejt kënaqësisë së Zotit xhallashanuhu. Sonte kemi nderin që mysafir tonin ta kem profesorin e nderuar doktor Shefqet Krasniqi, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame dhe njëherit imam në xhamin e madhe apo xhamin Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë. Doktor i nderuar, mirë se vini në emisionin ton. Mirë se gjej, faleminderit për ftesë. Me të ftuarin ton inshallah sonte do të bashkëbisedojmë në temën zakati, shtyllë e rëndësishme e fesë islame. Meqë zakati është njëra prej shtyllave të rëndësishme të fesë islame, i cili vije kuptohet më njëherë pas namazit, atëherë i nderuari hoxh, çfarë mund të na thoni për zakatin si shtyllë e fesë islame dhe dispozitat e tij në përgjithësi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah për të madhit Allah, i cili ka zbritur këtë islam dhe ka bërë program jetësor, dhe i cili e ka ndarë këtë islam bile dhe shtyllat e tij, selim çështjet e tjera, e ka ndarë në raportet qiellore dhe në raportet toksore. Me fjalë tjera ka bërë për shtyllave të islamit se namazin që dedikohet pastërt vetëm Allahut Azza wa Jall, dhe njerëzit nuk i bëhet për njerëz, nuk kanë ndonjë përfitim njerëzit nga namazi i askujt. Dhe sikurse që është edhe agjerimi i njëjtin gjatë që përkushtohet madhit Allah te bareke ve taala, ngjajshëm edhe haxhi deri diku, ndërsa në anën tjetër zakatin i madhi Allah e ka bërë në raporte me njerëz. Çka jep me kuptue se Allahu i madhëruar ka dashur për këtij islami që të jetë gjithëpërfshirës i të gjitha sferave të jetës. Të i përkushtohet madhit Allah, te bareke ve taala, apo tha ndryshe, të rregulloj raportet me Zotin në vijnë vertikale, edhe të rregulloj raportet me njerëzit në vijnë horizontale, apo të ketë kujdes maksimal që të jetë sa më mirë me Zotin e madhruar, po të njëjtën kohë edhe me njerëzit në këtë dynja, sepse po mos të ishte i ndarë ky islam kështu, në veçantë shtyllat e namazit, shtyllat e islamit, ndoshta do të kishte për njerëzve të cilët ipen vetëm pas çështjeve shpirtërore, respektivisht vetëm i përkushtohen të madhit Allah, duke menduar se për ajo është çështje kryesore tyre dhe duke harruar njerëzit, e pastaj Zoti shkaktohen dame, pasoj edhe Zoti nuk dën që njerëzit të harrojnë njëri tjetrin. Pastaj Zoti madhruar është ai i cili, siç ka thënë Allahu vetëm Kurani, ka dalluar njerëzit njërin prej tjetrit në rreth në furnizim, dikujt e ka dhënë të mira materiale shumë, po dikujt si ka dhënë shumë, i ka dhënë pak, për mos të thonë fare, ka dhënë shumë pak, pra e ka bërë të pasur dhe të varfër. Dhe pe urtësive pse ka bërë të pasur të varfër, është të sprovoj njerëzit, sepse dynjaja është sprov që din mileti. I pasur i sprov me pasuri, edhe i varfër i sprov me varfllok, me varfëri, apo bën sabër ajo ndaj caktimit të Zotit, apo insiston me më pasuru në mënyrë palehtëshme që veprojnë disa njerëz të ligë, nuk mund i përballon varfërisë, edhe nuk mund e merr në mënyrë legjitime halal, dhe shkon pasurohet në mënyrë legjitime haram, që ne quajmë atë dukuri e shumtuar. Në anën tjetër i pasuri apo harxhon paratë e tina gjatas dhe majtas në haram dhe në halal, dhe apo po kujdeset, apo po i harron të varfërit shtresë e cila ka nevojë për pasurinë e tij. Zakati është një urtësi e madhe e Zotit, andaj dhe Zoti ka bërë shtyllë të islamit dhe vije më një herë, mas namazit shtylla e dytë, mas namazit vije zakati. Ashtu sa i përket të zakatit, që pra shtylla e rëndësishme e fesë islame, atëherë pse mund të themi se zakati është shtyllë e rëndësishme? Është e rëndësishme për shumë shkaqe, ndërto ato që ai ceka on. Edhe ndërto është e rëndësishme sepse pasuria është shumë e dashur te njeriu. Pasuria është shumë e dashur. Wa tuhibbun al-mala hubban jama, ka thënë Allahu, dhe ju doni pasurinë, dashuri ekstreme, për faktin se ka njerëz të cilët është në gjendje më prish, jo vetëm me Zotin, por edhe me prind, e me gru, e me fëmijë, dhe me këtë dyan, e me shtetin, me shoqërinë, për hir të pasurisë. E don pasurinë. Allahu i madhruar don të sprovojë njerëzit, që atë senin që ki të dashur, shumë të dashur, ai në gjendje një pjesë të saj me dhanë për hatër të Zotit. Pastaj,
ti po pretendon se je njeri i mirë, dhe çdo njeri në këtë dynjë pretendon që është i mirë, s'paku se nën ti je i mirë, dhe thotë vetes jam i mirë, trego mirësinë tënde ndaj njerëzve. Se ka mundësi ti jesh i mirë ti, apo të pretendosh se je i mirë, kurse ke pasuri përpara, ndërsa këshia jot, i varfër, qytetari, bashkëkombës jot, fshatare, etj, nuk ka buk me hangur, invalide, njerëz me social, etj. Andaj zakati për ata njerëz që janë pak të ndihshëm që është materiale, u obligon, sepse muslimani është një çështje me rëndësi të kuptohet. Muslimani do të më dha vullnetar me kry punë të mira, vullnetar si punë namazit, punë e agjerimit, por kur vjen dispozita, obligim farz, se ne në shariatet i ndajnë dispozitat. Kena dispozit që është farz, që është preferuar sunet, dhe që është e lanë në vullnetin e plotë njeriu që quhet mubah. Për shembull, apo do me hungur buk me mish, apo do me hungur buk me gjizë. Por, gjërat obliguara kur vin tek ne në islam, atëherë muslimani e shtyn vetveten me zor. Si puna e namazit. Pa marrë se është aftë nxet. Ashtu i të nxetat ftoft. A do të më falen bora, do të më falen terun. Apo punën e agjerimit, pa marrë se është vjen verës a dimrit. Ti e ke kuptuar nga ana psikologjike dhe nga ana shpirtërore, e ke kuptuar se është farz i Zotit, pavarësisht se cilën kohë vjen, ti duhet mi përmbajt atij farzit. Ngjajshëm edhe të farzit, të zakati. Kur e kupton muslimani se është obligim me dhënë një pjesë të pasurisë, ai më nuk diskuton për atë meselë, apo dhimbet as për dhimbet, sepse është meselja tjetër, është çështja tjetër të pasuria vullnetare që quajmë sadaka limosh. Sa ata që janë tani xhan, ata japin shumë. Japin djathtas, japin majtas, zeqate, jo zeqate, por ata të cilët janë pak si ma të shtrëngushëm, kur e kuptojnë çështjen farz, veçantë shtyllë e islamit, o kry meselja. Për atë arsye unë mendoj se është tepër më rëndësi të sensibilizohet shoqëria, ummeti, milleti jon, populli jon, të vetëdijsohen populli jon, se zeqati është shtyllë e dytë mas namazit, është para xherimit, edhe se qyshe kanë kuptuar Ramazanin që është shtyllë e islamit, dhe kanë kuptuar dhe haxhin që është shtyllë e islamit, për atë arsye krejt musliman, nëse flasim në vija më të ngushta shqiptarët e tonë, po edhe popujt e tjerë në botë, gjithmonë e kanë në kokën e vet dhe në mendjen e vet, a thuaj kur ka me shku në haq, kur ka me shku. Ai ndoshta shkon më 70 viteve, por fillon më para pregadit, edhe psikikisht, edhe materialisht, sepse ka kuptuar që nuk bën pa haq. Është sensibilizuar, njëjtën gjë edhe për Ramazan. Edhe ata që nuk agjërojnë Ramazanin, nëse shefna për rrugë që nuk agjërojnë, pyeti ata që të gjithë, sepse ai që nuk e beson mo, ai mo nuk ka musliman. Por një pjesë e madhe atyre të cilët i shef që hajnë Ramazan, ata besojnë që Ramazani është farz. Dhe nëse pyet, po pse nuk agjeron, ai nuk thot nuk e besoj që është farz. Sepse ka kuptuar, është punu me te, është sensibilizuar, është vetëdijsuar, por mundohet me justifikue me kushte të ndryshme. Duhet punuar edhe në zeqat, që të vetëdijsohet shoqëria jonë, se zeqati është i rangut të namazit, të agjerimit, të haxhit, është shtyllë për shtyllave të islamit. Fesë islamit. Fesë islamit. Mirë, a kishe mund diçka, profesor i nderuar, që të na tregoni rreth ndikimit të zakatit në shoqërinë islame? Se si ndikon zakati në afërsinë e muslimanëve njëri me tjetrin? Se si mund ndikoj ai në largimin e mërisë ose zilisë të pjesës së varfër nga pjesa e pasur, siç e ceket edhe ju, se Zoti i Madhërisëm i sprovon besimtarët, muslimanët, edhe me pasuni, diku jep më shumë, diku jep më pak. Prandaj këto raportet, se si i rregullon zakati raportet ndër shoqërore dhe ndër njerëzore në mesin e çdo shoqërie. Çfarë mund të na thoni rreth kësaj pike? Është e pamohueshme se sikur se agjerimi, sikur se haxhi, sikur se namazi, edhe zakati ka efektet e veta të shumta në shoqëri. Dhe ki dini Allahut. Pse për çka ka ardhur dini? Mos ka ardhur dini, mos ka ardhur islam për me na rëndu neve dhe kaq. Mos ka ardhur dini islami se Zoti ka nevojë për te. Asnjëherë, por ne kemi nevojë personalisht nga ana shpirtërore, mendore, fizike, psiqike, etj, po edhe nga ana sociale, dhe ka nevojë shoqëria dhe se ato të mira i kthehen shoqërisë. Pa dashur me zgjenue. Nëse shkojmë te zakati, të mirat e zakatit nuk kanë fund. Të mirat e zakatit nuk kanë fund nga ana ekonomike, nga ana sociale, që besa edhe nga ana politike, zakati ka efektin e vet. Ka efektin e vet.
Sepse nga ana ekonomike, kur njeri e kupton se një pjesë të pasurisë duhet t'ja japet të varfër, respektivisht do t'ja japet shtetit, shteti mbledh zeqatin dhe formon një arg të madhe të zeqatit, një arg të madhe të zeqatit, nga format të ndryshme të pasurisë, qoftë para, kesh që i themi ne sot, qoftë ari dhe argjend që përdoren muslimanë se stoli e tjerë, qoftë drithna, bereqet, qoftë mall të ndryshëm, dhe këtu bëjnë shumë, qoftë pemë perime, këtu bëjnë shumë, bëhet një arg shumë e madhe pasurisë, dhe kjo vetvetiu ndikan pasaj dhe shteti e merr misi për ndarjen e asaj pasurie të këtë varfërit, dhe eliminohet kriza ekonomike e rëndë, me fjalë tjera nuk mund të ketë njerëz të cilët vuajnë për bukë, vuajnë njerëz për gjërat elementare të jetës së vet. Përpas asaj, përpas këtyre gjërave elementare, zeqati mundet të mbledhet natyrisht pasi të bëhet në arkën e shtetit, edhe për të mira shoqërore, me marru tazami vakufet më dha, tazami shkollën me ndërtu xhamia, me ndërtu spitale, me ndërtu qendrat më dha tregtare, ku të hyrat e tyre pastaj u shpërndahen fukarave, u shpërndahen njerëzve social, punohen aty punëtor, dhe pe ati buxheti formohet edhe një buxhet tjetër, dhe kështu me radhë ngritet ekonomia. Allah i madhruar ka dasht, ai ka dasht, ai ka mujt me na bën këtë dynja që ka bën në ahiret, e në xhenet nuk ka me bles, nuk ka me shit, ka bëll për të tanë. Ka mujt Allah edhe në këtë dynja me lanë bëll për të tanë. Në mënyrë që mos e pas nevojë me ble kërkush, edhe s'me shit kërkush, por nuk e ka atë lezetin e vet. Në këtë botë, nuk e ka atë lezetin e vet. Atë lezetin e vet e ka kur njeriu lodhet pak. Lodhet mundohet dhe në fund ja din Zotit shqyrin që ja fitej dinarin e blejtja që i Zotit andej këndej. Është më interesant, pastaj këtu lidhje me zveti krijojnë afërsi njëri me tjetrin, kur unë dal shes, ti dal blen, ti ke nevojë për mua, kam nevojë për ty, kështu me radhë afrohen njerëzit. Edhe kjo është edhe nga ana sociale. Gjithashtu nga ana sociale, efekti i zeqatit është shumë i madh, sepse pasurit zbresin poshtë dhe kujtojnë të varfërit. Edhe kur i varfëri e kupton se i pasuri ani pse nuk ka ku me nejt me të për dit, edhe vërtet nuk ka nevojë me nejt me të për dit, por megjithatë nuk e harron atë. Dhe kur ja çon do para, apo kjo troket derën kohë caktuar se din që ai shpërndan zeqatin mbrana vitin një herë, dhe ja troket derën e thot po tash kom lan, kom bë për ty parat gati, e ndjen veten se nuk qenka e anashkaluar prej shoqërisë. Dhe ne vuajmë nga ky fenomen. Nuk mund ta mohojmë. Ne vuajmë se shoqëria së dejon janë veçanti në këtë botë kapitaliste e cila të fshin, të gëlltit. Njerëzit janë të dhanë mas materializmit në mënyrë ekstreme, një numër i njerëzve natyrisht, dhe kjo vetvetiu ndikon që njerëzit mi harru edhe me të afërmit e vet, për atë arsye gjemi dhe lidhet farefesnori janë të zbehura se rezultat i dhanjes ekstreme të njerëzve mas çështjes së materjes. Dhe këtu vetvetiu këtu vjen duke u zbehur raportet, lidhjet shoqërore, lidhjet familjare dhe krijohet një shoqëri e zbrast. Islami nuk synon atë, nuk e don, por ai tepër kushton rëndësi të madhe lidhjes dhe unitetit dhe bashkimit të familjes, të farefisit dhe të mbarë shoqërisë. Po dhe nga ana politike të njëjtën gjë, sepse kur e ki ekonominë e mirë dhe kur e ki anën sociale të mirë, edhe kur e ki raporte të mira mes shtetit dhe mes popullit, që ata ta çojnë politikën përpara. Përndryshe, politika pse dështon? Sepse raportet zakonisht janë të shkapërderdha, të zbrasta, apo të thyera mes shtresës së lartë dhe shtresës së ulët, mes shtresës së pasur dhe shtresës së varfër. Ata për me qenë politika me shku përpara dhe me qenë edhe nek të bashkuar, e qenë politikën përpara të rishme njerëz të meqëm dhe njerëz të mirë. Pa dyshim. Po mirë, Hoxha Efendi, ma konkret, atëherë të hyjmë pakës ma konkret. Neve na interesojnë mallrat për të cilat obligohet zeqati. Kjo është një pyetje që e bën edhe xhamati, edhe shikuesit tanë, edhe në përgjithësi njerëzve muslimanëve. Ju intereson për mallrat për të cilat obligohet zekati. Një, e dyta nisabi ose masa, sasia për të cilën obligohet zekati. Edhe kemi edhe disa pyetje tjera lidhur me këtë, por po shkojmë një herë për mallrat me të cilat obligohet zekati. Është pyetje tepër me vende tepër rëndësishme dhe është zemra e krejt asaj që mund të thuhet rreth zekatit, se njeriu duhet ta di, muslimani respektivisht duhet ta di në mallrat të cilat i pet zekati.
Mallrat të cilat ipet zeqati, ne do të shpejtojmë masi po insistojmë aty të shkurtojmë sa më thjeshtë, me thjeshtësu për hir të opinionit, është në ari dhe argjend. Ari dhe argjend, përpara ari dhe argjend, kur ka zbrit ajetet kuranore për zeqat dhe ka ardhur Kurani, kanë qenë monedh ari dhe argjend. Ndërsa sot ari dhe argjend përdore zakonisht për stoli të femrave, apo ndoshta stoli ku ka njerëz në shtëpia, diku. Ari dhe argjend. Në të bashk futen edhe parat të cilat sa i depinoj monedha që quajmë. Monedha. Quhen monedha, grupi i parë i parave. Thuaj lërisht në të ari dhe argjend. Në ndë është malli tregtar, ekspozuar për tregti. Dhe këtu ka dhjetra dhe qindra llojet mallrave që shpeshohem se në për tregje, plot tregjet janë prej seneve më të vogla me ka 20-30 cent apo njëra dëkteri me sene cilat janë. Neve e dim hoxhi nderuar, por edhe për opinion edhe për gjithë është malli halal. Atë të kushtet. Atë të kushtet zeqat. Malli halal se mund ta kuptoj diku. Jo, atë malli çdo mall ka zeqat për te. Këto malli halal. Nër llojet e mallrave e kushtet janë tje, po. Se në kushtet e mallrave dhënia e zeqatit është me qenë halal, është me qenë pronar. Gjithashtu, me qenë pronar sepse kryeministri dhe kryetari i shtetit se ka bërsh me dhënë zeqat pasurinë e shtetit. Se pasuria e shtetit është pasuri, nuk është e tina. Sa hija e menaxhan. Po, e menaxhan atë, se do të kushta menaxher pasurinë publike, që quajmë ne se pasuri publike, por ai nuk është pron private. Përderisa nuk ka pron private, nuk ka obligim me dhënë zeqatin. Për kushtet e zeqat është me qenë musliman, sepse prej muslimanit nuk kërkohet pasunia. Po, ishte ari argjend. Po, dhe monedha, mallat ekspozuara për tregti. Po që quajmë se biznes që thonë sot, që quhet biznesi. Nën tre janë drithrat bereqetit. Dhe kjo është tepër më rëndësi, sepse pjesa dërmuese e bujqve tanë, ana kemi qenë bujq deri luft kemi qenë bujq min 95%. Ndoshta 90% kemi qenë. Lufta ndodhe dhe bo që ka bo dhe i lanë fshatrat njerëz erë për qytet me një flug shumë të madh. Po, për ndryshe, para luftës, ne pjesa absolute e kosovarëve, apo pjesa dërmuese kemi qenë fshatar me blegtëri dhe me bujqësi. Por nuk e kanë kuptuar, apo nuk e kanë pas të qartë. Për ata thash fillim është tepër i nevojshëm sensibilizimi, vetëdijësimi i shoqërisë se ndrithna në bereqete ke hak wa atu haqqahu yawma hasadi, ka thënë Allahu japni zeqatin ju, japni zeqatin në drithnave të bereqeteve, dhe lloji i katërt janë bagti të kafshët, bagtit kafshët shtëpiakët të cilat i quajmë ne, natyrisht prej deveve, që devë nuk kemi këto, e laft bashkë me bollica futen dhe derit e delet dhe vet. Këto lloje prapërsisht këto kryesorët në të cilat ipet zeqati. Diçka prap po shkojmë më konkret. Përmendet shifra 2.5%. Po. I hymë mas parit të Dukati, ose të Ari dhe Argjendi. Pastaj kalojmë të mallrat, sepse kemi në popullatën tonë, në popullin tonë, xhamatin tonë, kanë interesim shumë të madh ndoshta për zekat, mirë po tek mallrat nuk e dim te fitimi, a është fitimi vjetor apo komplet malli hyn zekat, apo si, këtu një serim duhet ta japim. Duke filluar prej edhe të Ari dhe Argjendi, pastaj edhe tek mallrat, ai 2.5% që çush arrihen me u nxjerr 2.5%. Pas pari, 2.5% i kanë dy llojet mallrave. Ari dhe argjend, respektivisht monedhat, parat dhe pasuria tregtare ekspozuar për tregti apo për biznes që thamë herët. Ndërsa drithnat bereqetet dhe bagtit nuk e kanë me 2.5%. Ato kanë formulë tjetër të dhënës së zeqatit. Por mas jemi këtu pa dashmi ka klavitur apo po. Pas jemi të Ari dhe argjenti të parët, respektivisht edhe të mallit tregtisë krejt. Unë do të mundohem t'ja thjeshtësoj me pak fjalë. Imagjino dikush prej neve i kanë bankë, mas pari sasia, është më rëndësishme e ditë në sabe që cekti më herët sasia. Po, nëse qëndron një pasuri me vlerë 85 gram ari e më shumë një vit, obligohet se të bën një vit më të matë me dhanë 2.5%. Çka do të thotë? Imagjino nëse grami arit, nëse 1 kilogram ari bie dikon 30.000 euro tash. Pra përse sa i bjen, zbret, ngritet, bjen. Nuk ka gjithmonë stabil, po.
Dhe 1 gram, atëherë 1 gram ari i bie tazami, thuj i bie 300 euro. Thuj i bie 300 euro. Thuj 30 euro. Me rëndësi e përpjeston me qatë shumën atje. Dhe ai zotnia i ka tazami 100 gram ari. Dhe nëse ka 100 gram ari, i bin tazami 3.000 euro. Nëse themi 30.000 euro i bin 1 kilogram, atëherë 100 gram i bin 3.000 euro. Nëse i bin 3.000 euro, ose ma pak ose ma shumë, nuk është me rëndësi. Po e përmorëm në si shifer. Në qatë shumë tash, në qatë kofi, që e qohet në sab, përmi 85 gram ari, në klapa, sa bën ari me dal me shit, por sa bën ari, jo ari të cilën e blen ti, as ari të cilën e shet ti. Por grami e arit, kur blehet me shumic, e din ata artart, vije si tull, si blok kalop, form katror. E din ata. Po, qaj gram sa shitet. Grami ti. E grami ti, qaj është 30.000 tazame, diçka në këtë ko, ka 40.000, ma pak, ma shumë. Pra, sa bojnë 85-90 gram ari, sa bojnë? Thuj 3.000 euro. Në 3.000 euro, thuj 3.500, varët trek. Me momentin që ai i ka 3.500 euro në arkë, në shtëpi, në banku, do të qoftë. Që i nxen viti. I nxen viti që ato para, ai do të me dhanë 2.500 për aty në pareve. Pra 2 euro e gjys i jep në 100 euro, 25 euro i jep në 1.000 euro, edhe në 3.000 euro jep 75 euro. Dhe i bie shumë pak. Mirë, pa mund të thot dikush pa të para, shti dhe i nxirri, se vjen rroga, vjen, për nuk ka më rëndësi e njëjta pare me qenë. Ja, më rëndësi është i kimi 3.000 euro, se mi kimi 4.000 euro, pra përse i kije në arkën tante. Her i ki 7.000, her i ki 2.000, her i ki 2.500, her 3.000. Por pra përse i ki qatë të dika. Pra qatë të ki mesatare. Merë ato i nxjerë, futjera, vintjera, kështu mërë nuk prish punë. Qatë shumë e ki, qatë shifër pra përse në fund, është mirë me caktu një kohë të zeqatit. Shumë muslimanet caktojnë Ramazanin, kohë kur nxirret zeqati, por nuk prish punë kur dush verës dimnit, një janarë shkort, kur kish qef. E fokusen në krytat edhe thuhe. Qëtë muj, kom nxirë zeqatin, edhe për çdo muj, çdo vit në të njëjtin muj, nalesh e llogarit pasurin tonë edhe jep zeqatin. E jep zeqatin pra 2.500 qatë pasuni. Të mallit tregtis ngjaj shumë e te është. Po me sqaru pak 2-3 fjalë. Për shembull, e keni supermarket i cili ka 1 milion euro mall. Shkënë shifrat ma let me majtë me. 1 milion euro mall ka në supermarket. Dhe ai supermarket, parën është mesele tjetër. Po parët folën për to, se ta një bashkan gjithë me këto, por mallën shpenzira e zeqatin. Ai, një herën vet e vlerëson mallën e vet se e ka. Jo me çfarë çmimi ka ble, dhe jo me çfarë çmimi e shet, por nëse dën me hjek me shumic me shit me një herë. Nëse dën me shumic me hjek krejt qatë mall, që quaj me likujdimi mallit, që quajnë, nëse dën ai me likujdu me hjek mallin krejt, ka sa e shet. Ai as nuk e shet me çmimin që ka zakonshëm, pas nuk e shet me çmimin që ka ble. Ndoshta e bie diku mesatare që me met një fitim, po jo fort i madh. Kjo mesatare është marrë për hir që mos me bë zullum as fukara, se nëse e jep me çmimin që ka ble, atër jep me dhanë shumë pak, për 1 milion ndoshta bjen 600.000 vlera. Edhe fukara përfitojnë më pak. Po të njëjtën kohë mos me dëmtu këtë, mos me dhanë zeqatin me çmimin që e shet me pakic, sepse i bie ndoshta 1 milion e gjys euro. Ai pra këshyr qatë mall, sa i bën qaj mall me shumic krejt nëse dën me likujdu, valla i bën 1 milion euro. Mirë, 1 milion euro. Po qatë mall, aja në rënd çdo javë, çdo muj. Se de facto, me qanë ti mallrat ushqyse, ushqimore që ka jenë, ato prishen, ato dhe prishen dhe lafati, ato s'ka qara për në rru, edhe nëse nuk i përdor, nëse nuk i shetet me në rru, me i hudhë, sepse prishen. Në këtë rast, po, pra neve nuk në interesen i njëjti mall. Sikurse që nuk në interesen njëjta pare, me njëjti shit, njëjti numër. Po neve në interesen mallin e ka raftat plot, e ka qëtë vlerë. Janë zënë viti. Janë zënë vitin, qëtë vlerë të mallit, pra për afërsisht 1 milion euro, këtë rast, e thët e kam vlerë 1 milion euro, nëse du me likujdu mallin,
i bën 1 milion euro. Nëse shes nga pak me pakic, i bën 1.200.000. Po nëse shesh sa e kam ble, i bën 600.000. Jo shite, sa li kujdan mallin, thot po i bën 1 milion. Kto është sinqeriteti në pyetje natyrisht. Po pra, sepse njerëzit kur ka sinqeritet i ikin shtetit, i ikin zëçatit, i ikin shumë sanave ata. Edhe në këtë rast, ne themi atëherë pra, në 1 milion are e jap 2.500. Me ndryshim nga malli i arit, zëçati i arit dhe i parave, këto mund të më dhanë mall, nuk ka nevojë para. Unë jap mall. Çata mall që ka. Ashtë. Qoftë tesha, qoftë këpucë, qoftë butika tje ku diun e ushqimore, qoftë sepse tana mallat tregtisë janë që përfitojnë njerëzit. Qoftë mall dërmtaria tje për shembull, kemi depot më dha që kanë 1 milion euro mall dërmtaria vëlla. Dhe janë gjyrna, jo bloka, jo hekur, jo tjegulla qeramida ku ta diun e kanë, le të japa e ndan. Thot që kaq, po mbi ka mu pranë vlerë, që kaq me nda, edhe ndan, edhe thot ku ka fukara, shkën e marrë shtëpinë. A ka ma mirë se kështu? Ashtu, Po, ashtu. Kjo mirë, po sa i përket, domethënë, tatimeve të shtetit, edhe kjo një pikë shumë më rëndësi. Zakati po, mirë po tek neve ngarkohen edhe me tatimet të shtetit, ngarkohen edhe me TVSH, ngarkohen edhe me gjona tilla. A kjo nuk mund të konsiderohet si zakat? Asnjëherë gabim fatal është të konsideroj se kjo është zeqat. Jo Allah në gjenet qoftë. Sepse në gjajshim e ta del dikush lip haraq atje. Ka njërë që lipin haraq. Dhe tash me thonë, unë jep atë, edhe zeqat, që ta përnëmërej zeqat. Je nuk përnëmërej, se ta mërë me zaraj. Dhe në të shteti e mërë me zarë, realisht. Po, shteti në realitet, shteti e mërë mënyrë të padrejt. Është shumë ngarkesë. Ngarkesë është. Të mërë dogan atje, tani të mërë këtë përtatim, tani të mërë të vëshë, kjo është zëllëm. Zëllumi brina nuk ka. Kjo është zëllum. Shteti do të gjej format e veta si me quë biznisin e vetë për para e jo çdo sen me bazuar në korrës qytetarit. Po flas nga aspekti islamone. Normal. Islami nuk ja lën po pra. Unë nuk jam ekspert ekonomisë ndërkombëtare. Unë jam ekspert nëse mund të shprehem ashtu nëse më lejohet i fushës islame. Po pra. Pra, për ta sqaroj se mbetë mësimiesim njerëzve bërç. Ai e di që së një edhe i jep shtetit doganën, i jep tatimet, të vëshën, në trone, ku din qenë ato, i jep punëtorët i pagun, e pagun qëran, mirë dhe qaj që mbetet, për themone. Unë për them qaj që mbetet. Unë nuk thash një herë, për shamull dhe ki 1 milion vlerë 1 milion euro. 1 milion euro ti i ke, po i ke 1 milion euro pa i pagu punëtor, pa i pagu tatim, pa i pagu qëran, të e pagun qëran, e pagun këtë, që i pagun rregullisht, i pagun, por që e shumë që mbetet, e jep se qatë. Bile, këtu hjek dhe diçka tjetër që mos të harroj me cekësh, punë e borqeve. Shumica e biznesve, ma shumë kanë borqe, sa që kanë ndoshta mall, apo për më thonë ma but, nuk ka biznes, apo i rallë të aj që nuk ka borqe. Ose i ka dikush bërç, ose këj ka dikujna bërç. Në këtë rast, nëse këj ka dikujna bërç, pra pak më herë tham shtetit, punëtorëve, pronarit shtëpis, që ka qëran, në këtë rast i ka bërç edhe do një biznismeni tjetër. Në këtë rast, edhe qatë pjesë plus e hjek biznisit, edhe qatë që borçit, dhe që mbetet, e jep zekatin për ta. Shumë një sqarim i mirë. A nëse të ka dikush bërç? Nëse ka dikush të bërç ty, për shembull ti kije mall, i ki 100.000 euro vlerë mall. Edhe njerëzit ti kanë edhe 300.000 euro vlerë mall tjetër, ose para, s'është më rëndësi, kryesore vlerë është ajo, vlerë është, nëse shndërrohet baron mall ka çat vlerë. Po, dhe bie pyetja, unë çdo 100.000 që kam për jepë zakatin, por në shumën tjetër borxhet që mi kanë njerëzit aty në shumëta. A thua kam bërç zakatin me dhënën to apo jo? Kjo është si vjen. Borxhet ndahet në 2 lloje. Ka borx shpresë dhënës, pra ti shpreson se kam ta kthej për shembull, ti mi kimu do parë borx. Dhe unë e di që ti mi kthen. Është pyetje se do po nesër apo nesër, sepse nuk e mohon, nuk e falimentuar, por të ka zhagit pak koha ndoshta. Këtë rast do të më dhon zakatin. Ndërsa nëse është borx që jo shpresë dhënës, ka falimentu. Ajo burri mirë, po ka falimentu firma komplet, e ka qenë firma, dhe të herë më forë se firma jote, për e më nuk ka kur gjanë. Këtë ka falimentu. Ose nuk ka falimentu, ajo ngrit, por ta mohon. Në me dalë mytë njerina, nuk thëtë zotë mytë njerin. Mytë njerin për thollë. Po, pra. Ajtë nuk ta mohon, atë rejelen zotit, ato e zekatin të nuk e jep. Tamam. Në të dhasht në i herë, në të dhasht. Në drejtëm zotin, në raft për shmonë herë, në të dhasht,
atëherë jap zekati. Inshallah, ja Rab. Po sa i përket për shembull të drithnat. Të drithnat, është më rëndësi të drithnat shumë. Thash populli jon pak është informuar punën e drithnave. Nëse i ke grun, na zakonisht kena me grun, nisër si bim kryesor o gruni. Edhe tërshanët ka qohen ato mbi 650 gram për afërsisht. Në vetë korna i ke. Kilogram, po, për mësim. Nëse ke po, përmi 650 kilogram dreth i ke gjithë. Nuk ka këtë me prit më të drithnat. Dhe nuk ka këtë 2.500. Këtu ka më njëherë kime dhanë zeqati. E jep, që shep zeqat në jep dy loj, në dy forma. Në formën e parë, të pysëm ne, e ke ujit, apo ka ujit zoti? Nëse ka ujit, Allahu, që shbjen shite na për nasi ujitëm zakonisht, do të me dhanë 10 në 100. Që i bje në 600 kg, i jep 60, në 6.000 kg grun, i jep 600 kg grun. A nëse e ke ujitur që në dësa ofër lëmeve që e kena, ka duka gjini, ka ujit, po dhe mundin e vetë lodh, a jep 500. Mirë. Këtu ka diçka tjetër tash, 500. Mund të thëtë po mirë, unë kam pagu kombajen 100 euro, kam pagu plehën artificiale 50 euro, kam pagu që besa një 10 targat një 100 euro gjithashtu, themi mirë. Që të tanat para, shpenzime që ato kanë bo, i hjek. Josh mundin të njërësën tane, por që ke dhanë para tjera, i logarit drejt. Heqi, që ka të betet e ebzet qatit. Me fjall tjera, ka njeri cili gjenë 10.000 kg drejt. 20.000 kg drejt, mashallah, 4-5 hektar tok i punon dhe i gjon 20.000 kg drejt. Por, ai për 20.000 kg drejt i ka investuar 2.000 euro për 3.000, ka pagu punëtor, plehë artificiale, kombajën e gjitha ato. Dhe ju kanë vota zamë 2.000 euro. Tash, ai i hjek në 2.000 euro vlerë të grunit. Ta zamë 10.000 kg i bojnë 2.000 euro. I ndanë, 10.000 kg grun, barazin, nëse e shet, ka sa 10-15 cent, a zami 20, i bjen 2.000 euro. Heqe 10.000 kg, a më t'i ki 20.000 hamar. A për 10.000 tjera? A për 10.000 tjera e jep zeqatin. Dhe me thonë, sigurisht 10 në 100. Po, e ke 10, 500, varët e ka vadit, vetë e ka vadit. Si zakonisht të në raftë Kosovës të ne, si zakonisht të vadit Allahin. A më nduga gjinë ka që vaditin. Që vaditin edhe vetë. Po mirë. Edhe ku mbetëm aty të baktit fort. Baktit si shpojnë pak ka baktit, por si jena vetë pa baktit. Pepe lutës, jena vetë pa baktit. Jenë vetë dhe katunar të asfamojnë më lëpë, që hajmë vetë dhe hajla, Allah. Po, nëse i ka 40 lëpë, bëllica lëpë, një dhe 40 ka bërë që me dhanë. I më rritë 40 e përpje, dhe të me dhanë një. Këtu ka dalime ka për biznis, se për biznis ka firma që kanë 200-300 doshta. Ajo logaritë madhë biznisit. Jo, nejnë të baktit që manë shimojnë e na për katon këtë në herë. I këna majtë për mesh, për tamel, moshtu e me shtu vjeta, edhe i ma 20, 30, 40. 10, 15, 20 nuk jo zeqat. I boni 40 e përpje dhe të me dhanë një. Ndele, deri në 200 nuk ka obligim kur gja. Aj që ka 1200 ndele të me dhanë një. Ta më mirë shumë. Po mirë, tash kalojmë të një pikë tjetër. Besoj se sa i përket zekatit kështu në pikat shkurta është sqaru shumë mirë, por ne mendojmë dhe shpresojmë inshallah që Bashkia Islame e Kosovës ndoshta në të ardhmen ta bëjë një ekip prej ekspertëve. Tepër më rëndësisht. Prej ekspertëve që jeni edhe ju hoqë nderuar, edhe kemë edhe tjerë ekspertë të fikhut, të jurisprudencës, që të cilët pra të jenë afër xhamatit në çdo kohë, sidomos gjatë muajit Ramazanit, për nxjerrjen e zakatit dhe për informimin e masës sa i përket zakatit në të gjitha çështjet ose malla, fushat e ndryshme. Inshallah shpresojmë. Prandaj neve tash do të fokusohemi pak te sadakatul fitri, vlerën e sadakatul fitrit. Çfarë mund të na thoni për këtë pikë? Sadakatul fitri është një obligim tjetër që ka obliguar Zoti. Këtu s'ka të bëj fort punë pasuri që ka të bëj ekskluzivisht me Ramazan. Është i lidhur ngushtë me muajin Ramazan. Me muajin e bekuar, muajin e ëmbël, muajin e shtrejt, me adhurimin shpirtëror, me qetësinë e shpirtit që gjen muslimani, e Zoti ka dashur përpas tyne përkushtime dhe adhurimeve që bojna edhe me trup edhe me shpirt, me trup sepse po rripahuar papi.
po edhe me shpirt, sepse po përqendrohesh Allahut të namaz për kushtime të tjerë, po edhe nga ana psikologjike të tjerë, edhe nga ana materiale në fund Ramazanit me qenë një kontribues, respektivisht një ibadet, një adhurim të veçantë që quhet sadakatul fitr. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dy urtësi shumë të mëdha dhe të rëndësishme për sadakatul fitrin. Ka thënë sadakatul fitri është spastrim për agjirusin, që mund të ketë bën ndonjë lëshim gjatë Ramazanit, që 30 ditë në pyetje dhe sigurisht se po se jemi njerëz natyrisht, ja flet nga një ndonjë fjalë pa lidhje, ja rëndon dikënde, ja nervozohesh ka pak, ja çerton dikën, këtu nuk jemi laçe. Nuk jemi laçe këtu fjalë nuk i përkasin një agjiruesi, por ja që i bën ai, sepse nuk ka me laçe ndodh, andaj për me të spastru këto dhe më ngrit agjërimi pastërt, i filtruar, që u vlen me qenë më ngrit në altë në qiell dhe më palu, mbetet atë, i bashkangjitet agjërimit kaluar dhe të para kaluar, tani vjet tjetër dhe na bën shumë agjërime, dhe kur dalë para Zotit, kem çka me pa amele dhe vepra të mira inshallah taala, e me qenë sa më e pranuar të Zoti jep sadakatul fitr. Pra, spastrim për agjërimin, agjërusin dhe në ndër tu'meten lil mesakin është ushqim për fukarat, në veçanti bile ditën e Bajramit, një drek me këthi Bajram, fukarat që edhe i të ketë që ka me hangër me pi. Që ka me kuptu prap këthehëm ku i shumë fillim, se kë Islam nuk ka zbritur vetëm në vinë vertikale me Allahun Azza wa Jall, por mu interesu edhe për njerës në vinë horizontale, bile shef edhe në Ramazan, mu interesu për ta, që Bajram është një festë shumë e madhe, është festë e tonë muslimanëve, e të pasurve, të varfërve, të shtresave të të shtresave të lartë e tjere, dhe më marë pjesë ata të cilët nuk kanë bëll, apo nuk jenë fukara me dhënë sadakatul fitr. Pra është obligim për çdo mashkull dhe femën, për ata që agjirojnë dhe për ata që nuk agjirojnë. Edhe për fëmijën e vogël do të më dhanë. Edhe për fëmijën e vogël, i cili ka lindur, është i gjallë, do të më dhanë. Ndërsa për fëmijën i cili është mbark nanës, nuk e ka obligim me dhanë, nëse dënë me dhanë është mirë, por nuk e ka bërç me dhanë. Atë nuk është bërç me dhanë, e jep nga një shujtje, eventualisht 2 shujtje për çdo ditë. Këto mundet me dhanë kur dënë gjatë Ramazanit, kur dënë, por zakonisht sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë aplikuar 2 ditë e fundit të Ramazanit dhe maksimumi është me dhanë para se me fal Bajrami. Do të kenë kujdes vëllezër dhe motrat derisa të falet Bajrami. O fal Bajrami. A prapë do të më dhon, por është vetë sadaka, nuk e ka kaza hesap. E quhet kaza. Nuk e ka vlerën e kohës së mëhershme. Me dhon. E pastaj a jep dreth, a jep pare, a jep gjëra ushqimore. Krejt kjo nuk është shumë e rëndësi. Me rëndësi është me dhon, po me bën jetë për hir të Allahut Azza wa Jall, për spastrim, për agjerim, për agjerusit, edhe për ata të cilët nuk kanë agjeru me dhon. Është mirë i Zotit shtëpisë me bërë rregull dhe me dhanë për të tanë. Po. Ashtu. Këtu sa i përket edhe sadakatul fitrit u cek, por me që neve si popull tash kemi edhe kuptohet, është kategoria varfër që neve kemi obligim të mbajmë ata. Gjithsesi. Gjatë krejt vitit, edhe në Ramazan, edhe në Bajram, edhe gjitha. Por neve kemi me qenë se nuk financohemi prej shtetit, e kam fjallën si Bashkësi Islame e Kosovës. Atëherë besoj se dhe kishte qenë e udhës që populli jonë të di se cili në rrugën e vetë që një pjesë e popullatës të orientohet, kuptohet në mbylljen e këtyre shteqeve, sa i përket fukarave, gjithë këtyne nevojtarve, çka janë, mirë por një pjesë tjetër që sadakatul fitrin, po edhe zekatin, edhe gjana tjerat, bajegin një pjesë e konsiderueshme të derdhen, apo me një fjalë të investohen, ose të paguhen edhe në Bashkësinë Islame të Kosovës, kur kihet parasysh se neve nuk kemi ndonjë financim prej shteti, ose shkurt ka nevojë edhe medreseja, edhe fakulteti, edhe Bashkia Islame në përgjithësi ka nevojë për këtë pjesë të ndihmesës. Çfarë kishim mund të shtoni sa i përket këtij aspekti pak më shumë? Po kjo është bën pjesë në grupet të cilat meritojnë dhënien e zakatit që Allahu Azza wa Jall me zakat bashkë sadakatul fitr është e njëjta, po se ne harruam një çështje na bën halal to. Në harruam një çështje se kujt i jepet, kjo tash futet se kujt i jepet, po
për mja shqërue njerëzve, nuk i ipet në vinë vertikale as zeqate as sadakaja. Nuk i ipet në vinë vertikale. Pra nuk i ipet babës zeqati, as nuk i ipet nanës, as nuk i ipet gjyshit. Njëtën të ngjash sadakatul fitri, nuk është pas sadakatul fitri pjepet qikës tem se ka më shkollu, apo pjepet djallit tem, apo pjepet nanës tem se nuk ka penzi, nana ka nevoj për ilaçe, pjepet sadakatul fitrin. Jo, Allah në gjennet qoftë, nanën tonë ki bërç me majt, djallin tonë ki bërç me majt. Bën me dhanë në të djathtë dhe në të majt. Nga ana horizontale bën me dhanë. Pra vlla, nëse është i ndanë, motra nëse është e martuar, sepse kur martohet motra se ki bërç majt motrën ti. E kam bërç dhënëri me majt. Por dhënëri ka qellu fukara apo invalid apo smut, njeriu nuk ka mundësi me punu fukara llog varfëri, edhe tash ti jep se një fukaraje, por e ki edhe motër. Një të ngjallë vllau. Vllau sa ti bashkë me të një kolëm, një familje, do të mojt njëri tjetrin. Por momentin që vllau ndahet dhe kren familje se ki bërç me majt vllaun, atëherë më jep zeqatin. Një të ngjallë sadakatul fitri. Po. Tamam. Për fund diçka? Për fund, Allah ju shpërbleft juve për këtë iniciativë të mirë, të shkëlqyeshme. I shpërbleft edhe ata që mundsojnë ju mi transmetu këto emisione, i dhash Zoti bereqet, e ashtoft të mirat. I shpërbleft Zoti edhe këta musliman tonë të cilët e kanë agjëruar muajin Ramazan, të cilët e dojnë dinin e Allahut Azza wa Jall, të cilët punojnë për fe, për atë dhe e lusim Allahun që Ramazanet e tjera të presim edhe më mirë, edhe elhamdulillah për Zotit, veç jem të prish do Ramazane më mirë, e lusim Allahun që mos të ketë fukara, mos të ketë nevojtar, po që ky popull të jetë më i bashkuar, më unik, më solidar, më zveti, më zemërgjër. Zoti shpërblet njëherë për mundin edhe kontributin që keni bërë dhe bëni ju me stafin ju dhe me televizionin edhe të gjithë. Faleminderit. Ishte kënaqësi e june që ishëm bashkë me juve. Zoti shpërbleft. Selam aleikum. Gjithashtu edhe juve Zoti shpërbleft që ishte pjesë e emisionit tonë hoxh i nderuar. Neve pra ishte me ne doktor Shefqet Krasniqi, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe njëherët antar i Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës, gjithashtu imam në xhamin e Sultan Mehmet Fatih, pra njohur ndryshe si xhamia e madhe në Prishtinë, të cilën e falenderojmë edhe një herë për pjesëmarrjen e tij në emisionin tonë. E deri në emisionet tona të radhës, e lusim Zotin Xheleshanu që agjërimin tonë të pranoj, inshallah taala, që të kalojmë një agjërim të lehtë deri në ditët e fundit të këtij Ramazani, dhe deri atëherë ju lëm të gjithëve në amanet të Zotit Xheleshanu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.